Në Pallatin e Sportit Farie Hoti ka nisur rinumërimi të gjithë qarkut të Tiranës. Shqyrtohen 1282 kuti për votat për partitë si dhe për kandidatët. Procesi për Tiranën pritet të zgjasë rreth 10 ditë, ndërsa më pas do të vijohet me rinumërimin e të gjithë qarkut të Fierit dhe në fund do të numërohen kutitë e Durrësit, 85 prej të cilave janë të diasporës. Në dispozicion janë vendosur 24 grupe dhe megjithse 63 punonjës të administratës zgjedhore, 48 numërues dhe 15 zëvendësues. Kostoja e përgjithshme e rinumërimit është vlerësuar në 21 milion lekë të rinj, fond që do të mbulohet nga kursimet e mbetura nga procesi i zhvilluar në 11 maj pa pasur nevojë për fonde shtesë. Në Tiranë, Partia Demokratike kërkon që të rifitojë një mandat, ndërkohë nga radhët e PS-s janë disa kandidatë që shpresojnë për vota më shumë, duke qenë se janë ndarë në një rezultat të ngushtë nga kolegët e tyre. Në verifikimin e fletëve të votimit që u hapën një ditë më parë në Gramsht dhe Peqin, me materialet zgjedhore u gjetën disa mospërputhje. U konstatuan rreth 15 raste kur fletët e votimit nuk kishin 2 vula nga komisioni, por vetëm 1 ose asnjë. Flet votimi në kuti më shumë se sa zgjedhës pjesëmarrës në votim, apo flet votimi të papërdorura në kutitë e materialeve zgjedhore më pak se sa janë shënuar në proces verbal. Këto gjetje do të shqyrtohen të hënën në mbledhjen e KAS, ku ky organ pritet të shprehet përfundimisht për rezultatin e qarkut të Elbasanit.